Si të mbrohemi nga viruset që vjedhin pasuardet? Fillimisht duhet të shkojmë tek Task Manager. Sa po të hapet, do të shkojmë tek opsioni Startup Apps. Këtu do të shohim aplikacione të cilat janë enable. Do të tregon që këto aplikacione startojnë menjëherë sapo ne kemi ndezur kompjuterin tonë. E mirë do të ishte që të detektoni aplikacione të cilat nuk ju nevojiten dhe i shihni si të rrezikshme në syrin tuaj. Pra, supozojmë se ky aplikacion është enable dhe ne nuk më nevojitet dhe do të zgjedhim opsionin disable. Do të kërkojmë duke shtypur butonin Windows plus R, app data. Shtypim OK, do të shohim të gjithë folderat që janë këtu dhe disa prej tyre mund të jenë foldera që nuk në nevojiten dhe mund të jenë të çuditshëm ose dyshues për ne. Supozojmë që ky folder në syrin tim është dyshues sepse pjesën tjetër të folderave i njoh dhe e di që çfarë kam shkarkuar. Do ta fshim menjëherë të folder. Të njëjtën gjë edhe me local app data. Japim OK dhe shohim këtu një mori folderash të cilët janë tepër të dyshimt dhe mund të jenë malware për kompjuterin tonë. Do të shohim që folderat mund të kenë dhe mbetje si të thuash si ky folder identify services dhe është tepër e natyrshme që t'i fshim si foldera. Hapi radhës, do të shkojmë tek Windows Security. Dhe do të shohim tek Virus and Threat Protection. Në kompjuterin është instaluar Panda DOM, që është një antivirus me licencë, por ju do të keni me siguri Microsoft Defender antivirus. Më pas rekomandohet që të zgjedhim një full scan ose fillimisht quick scan. Pasi përfundon quick scan, e cila mund të zgjas në varësi të folderave që janë shkarkuar në kompjuterin tuaj, por po them një mesatare rreth 10 minuta, është e rekomandueshme që të zgjedhim opsionin tjetër full scan, e cila mund të zgjasë deri dhe 1 orë nëse 1 orë e 30 minuta. I bën një full scan të gjithë folderave dhe mund të përcaktoj nëse kompjuteri juaj ka apo jo threte ose kërcënime. Nëse pas përfundimit të full scan ose quick scan, kompjuteri juaj arrin të detektoj viruse, më e mira që mund të bëni është të karantinoni viruset ose t'i jepni remove. Pra, dy opsione që do t'ju shfaqen në ekran më pas është remove dhe karantinë. Pasi full scan të ketë përfunduar, do të shohim dhe rreziqet që janë gjetur. Dhe do të ishte rekomandueshme kryerja e një restarti të kompjuterit. Mbasi kemi dhënë restart kompjuterit, përsëri rekomandohet bërja e një full scanit të dytë ose quick scan me Windows Security, që është Windows Defender, ose nëse keni një antivirus tuaj me licencë. Në këtë rast unë kam Panda DOM dhe mund t'i jap një quick scan nga antivirusi im me licencë. Ja ku janë dhe fajlet e skanuara nga antivirusi. Do të ishte perfekte nëse ju do të keni një antivirus me licencë. Dhe nga ky antivirus mund t'i japim një
full scan, më tepër detajuar, dhe siç e shihni, në kompjuterin im nuk ka më kërcënime aktive. Janë bërë skanimi të gjitha fajleve, janë bllokuar kërcënimet dhe gjithashtu ka dhe feature të tjerë si rikuperimi i gigabajtëve